Kemi kërkuar kryeministrin të vinë në parlament në bazë të nenin 95 të rregullores me pyetje përgjigje. Mblidhet parlamenti ditën e mërkurë, një orë kryeministri përballet me pyetjet e deputetëve. Ju refuzoni të respektoni rregulloren dhe kushtetutën e këtij vendi. Në mënyrë të përsëritur, se tani u fol këtu për shantazh. Nëse po bën dikush shantazh këtu, ai është Tauland Balla. Zoti kryetar, kërkoj vëmendjen tuaj. Shikoni këtë foton. Tauland Balla ka nxjerr foton dhe ka shantazhuar duke i rrezikuar jetën drejtorit rajonal të Reutersit në Shqipëri. Këtë ka bërë Tauland Balla. Mbasi kryeministri i ka cilësuar nazist të rinj shqiptar dhe mbasi Tauland Balla sot i cilësoi iranian. Kjo është e rëndë dhe ky është shantazh, zoti kryetar. Po mirë, nuk e kuptoni çfarë po ndodh, nuk e kuptoni fare çfarë po ndodh? A nuk u vjen turp nga kultura e madhe politike e të rinjve shqiptar 10 tramira? A nuk e kuptoni që po u nxjerrin një ashloje komplet dhe refuzoni të flisni për ta këtu, edhe na kërkoni ne dhe na cilësoni ne shantazhues? A nuk e kuptoni këtë gjë? Është e pakrahasueshme edhe me 90-ën. Nuk i kapni dot ata. Nuk i kapni dot. Dhe e kuptoni që po të dilni në rrugë, jo thjesht në koshin e plerave, po të cilësoni si njerëzit më të urryen ndonjëherë. Nuk e ndalni dot atë që kanë nisur. Është e jashtëzakonshme. Është për te një pranvere shqiptare. Kjo protestë, kjo lëvizje po ndërton Shqipërinë e dekadave të ardhshme dhe mirë kush nuk e kupton këtë gjë. Dhe mirë ata që i shantazhojnë, të rinj shqiptar. Ndaj thirrja ime është për ta. Dilni sot me kërkesën për dorëheqje, nesër më shumë, sepse kjo që po ndodh është e jashtëzakonshme. Zoti kryetar, nesër Edi Rama ka thirrur një anti-miting, vetëm pak qindra metra larg rinisë shqiptare me 10 tramira që janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kanë dalë mesazhet kërcënuese ndaj administratës të marrë pjesë. Për çfarë festoni ju? Për gjysmën e qeverisë të Burg? Për Belinda Ballukun, për certifikatën e Çybjas, për Veliajn, për Ahmetajn, për Beqajn, për çfarë do festoni ju? Që e mbushet të parlamentit turpit me kriminalë përdhënues. Kujtoni se harrojnë ata të rinj, çfarë keni bërë ju? Dhe sot i cilësoni shantazhues, nazist. Ju do përfundoni më keq se si përfundoi elita komuniste në 90-s, ata nuk i gjeti asgjë. Ndaj matuni mirë, sepse ky uragan rinie do ta heqi para këtë parlament të turpshëm. Turpi për ju. Zoti Balla, replik. Nuk e kam, pavarësisht se ma përmendi emrin Porta Borsa, do t'i përgjigjem mbajtësit të çantës, sepse mendoj që e para, sa i përket agjensisë më të madhe në botë lajmeve Reuters, kam komunikoj çdo ditë me drejtuesin e zyrës së Reuters në Tiranë. Më ka shkruar vetë, i kam shkruar, nuk kam në vlerësimin tim, e drejta e fjalës është një drejtë e pakushtëzuar. Në vlerësimin tim, në rastin të fjalë, i kam thënë, spostoj çik planin, mos e mbaj një vend, është gjë shumë e thjeshtë. Tani për mbajtësin e çantës, jo për çantën. Tani që ta dini të gjithë këtu, ky Agron Shehaj që vërtet, ky ka hall tjetër, s'ka lidhje fare me protestën. Halli i tij është djali i Xhaxhait Agim Shehaj, i cili është një ndër personat që ka manipuluar pronat atje, që është Hetim. Ky vërtet për pronat e djalit Xhaxhait s'ka lidhje fare ky me s'ka. E di gjithë Vlora se sa hektar tokë ka Agim Shehaj. Unë të sfidoj, ikim tani të dy, dalim nga salla dhe shkojmë Vlorë dhe sqarojmë Vlorën për problemet që ke ti dhe Agim Shehaj. Ty, këta këtu, o agron, pusoti Porta Borsa, o agron. Këta këtu të besuan vetëm regjistrin e partisë. Edhe atë u avodhe. 6 muaj këtu.
Zoti Redi Muçi. Po replik mire. Zoti Balla foli për replik. Ishte fjalë për replik pra. Replik mi replik nuk ka. Oke, 2 minuta replik me qenë se ka qenë replika e Zotit Kapri. Atëherë, Taulant, qa të themu në Taulant, ti nuk e di, por familja ime, Taulant, jeton jashtë prej 91-shit. Ne nuk kemi lidhje fatkejsisht, Taulant, fatkejsisht, unë dhe familja ime dhe fisi im nuk ka marrë asnjë metër katror nga çfarë i takonte dhe ti je një shpifës ordiner. Po kjo nuk është një gjë e re se këtë e dinë gjithë dhe unë nuk kam ndërmend Taulant të merrem me këtë gjë. Por që ajo që duhet të kuptojmë, ju realisht injoroni faktet. Ore po ndodh një ndryshim i jashtëzakonshëm. Taulanti thoshte, mos u merrni me këtë, kur unë u aplasja në fytyr protestat e qytetarëve në rjoll dhe këtu eshni të gjithë. Taulanti thoshte, lëreni këtë s'është i çmendur ky. Lëreni këtë, thoshte Taulanti, është i çmendur ky. Nuk isha i çmendur unë, Taulant. Sillja këtu zërin e qytetarëve. Ata që sot duan kokën tuaj, që ju duan në burg dhe do shkoni në burg. Nuk ju shpëton asgjë. Asnjë shpifje, asnjë mashtrim, asnjë gënjeshtër, asnjë kërcënim. Do shkoni në burg, si Veliaj, si Ametaj, si Belinda Balluku, si Beqaj, edhe ti Taulant, do përfundosh në burg, këtu do jemi. Zoti Redi Muçi. Faleminderit, Zoti Kryetar, nuk e di pse po këto seancat e 2 javëve të fundit po më pëlqejnë shumë. Megjithatë kam një shqetësim serioz për të ngritur dhe shqetësimi im është se pse duket sikur ka ndalur treni i partisë tuaj për në Bashkimin Evropian. Ka 2 javë që në komisionin ku unë bëj pjesë janë anuluar mbledhjet, edhe në seancën e sotme nuk ka asnjë nga ato projekt ligjet e trenit. Nga ato projekt ligjet e trenit që nxitonte shumë dhe ne s'kishim kohë as t'i lexonim. E që kryeministri i firmoste tëk. Po tjetë na thoni t'i japim një dorë dhe t'a shtyjmë përpara. Ose thjesht pranojeni që Edi Rama e ka humbur besueshmërinë te ndërkombëtarët. Pranojeni se ky sharlatan që kemi për kryeministër dhe që sharlatanizmin e tij e ka treguar sidomos këto 2 ditë e fundit, na bën neve me turp. Po tashmë po bën me turp edhe ata evropian që dikur e puthni në faqe. Në çfarë epoke jetoni ju? Këtë dua të kuptoj unë, sepse qarkullojnë mesazhet e tubimit festiv të 35 viteve të partisë tuaj, ku kërkoni patronazhistëve të marrin me vete me listë edhe 15 anëtar të tjerë, 15 shokë miq të tjerë. Jeni bërë si byroja politike në kohën e Ramiz Ralis, që mblidheshin e diskutonin prodhimin e grurin dhe pjellorinë e lopëve, ndërkohë që rinia jashtë protestonte për të përmbysur regjimin. Tani që dhëndri Donaldi du tërhoq nga projekti i Zvërnecit, çfarë justifikimi keni për ato 4.5 miliard dollarët e supozuar? Kush do t'i paguaj ato? A mos do t'i paguaj Arabi? A mos është si ai Arabi i Durrës Marinës, që investim quan parat që merr për apartamentet që shet në grop? Edi Rama është bërë i pabesueshëm për para ndërkombëtarëve, po sidomos Edi Rama është bërë i pabesueshëm para shqiptarëve dhe para elektoratit të Partisë Socialiste. Dhe këtë e dini fare mirë ju. Prandaj ju bëj thirrje të jepni dorëheqje. Të paktën ju të ruani çik cipën në faqe që ju ka ngelur. Kam edhe një koment fundit për kolegët e Partisë së Kryegjyshatës që sot votuan që unë të mos e mbaja interpelancën. Unë e kam ngritur zërin nga kjo sallë më 7 maj për atë që po ndodhte aty. Për 19 maj kam bërë kërkesën për interpelancë. Dhe sot që buqeti gjithë bulevardi, Rama Burg, Berisha Burg, sot
dëgjuat edhe ju nga veshët që të kërkoni interpelancë urgjente dhe votoni kundër interpelancës time, duke ditur fare mirë se në qoftë se nuk e mbaj sot interpelancë. Ju lutem, është drejta e zotit Muçit. Ju lutem, zoti Strazimiri, zoti Kliçi, uluni. Përfundoni fjalën, zoti Muçi. Ta përfundoj fjalën. Kështu që këto truqe mos mi thoni mua dhe t'ju vi turp të gjithë kush votoj kundër. Ju lutem për sqarim, zoti Muçi është deputet i ri edhe mund mos e di shumë mirë procedurën. Bashkimi i dy interpelancave, ju lutem, bashkimi i dy interpelancave në një, nuk do të thotë se interpelanca nuk do të zhvillohet, ju do ta konsumoni gjithë hapësirën kohore për prezantimin, kundër prezantimin, përgjigjen, siç janë ato minutat në interpelancë, i vetmi ndryshim është që ministri do të flasë një herë. Dhe natyrisht në minutazhin që ka të nevojshëm. Nëse i duhet shprehet më gjatë për shkak se janë dy interpelanca, do shprehet më gjatë. Dy deputetët kërkues, zonja Zhupa dhe zoti Muçi, do të kenë të gjithë hapësirën e tyre për paraqitjen dhe reagimin ndaj fjalës së ministrit.